nderuar televizionist, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Qeveria e Shqipërisë ka marrë vendimin për të mbyllur përkohësisht TikTok përmes Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për një periudhë 12 mujore, duke argumentuar shqetësimet për sigurinë e fëmijëve dhe ndikimin negativ të platformës në shëndetin psikologjik të adoleshentëve. Në një vendim të papritur, qeveria shqiptare ka shpadur mbylljen e përkohshme të platformës TikTok në Shqipëri për një periudhë 12 mujore, duke theksuar shqetësimet për ndikimet negative të saj në shëndetin psikologjik të fëmijëve. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu njoftoi se ky veprim vjen pas një konsultimi të gjerë me prindër dhe mësues, të cilët u shprehen për mbështetje të masave për kufizimin e përdorimit të TikTokut. Kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Në një reagim, kryeministri Edi Rama e quajti vendimin një hap të përkohshëm dhe se qeveria është në bisedime me përfaqësues të TikTokut për të vendosur filtra që do të kufizojnë përmbajtjen problematike dhe do të rrisin sigurinë për fëmijët. Rama theksoi se do të merret një periudhë kohe për të vlerësuar efektet dhe për të siguruar masat që do të ndihmojnë në mbrojtjen e përdoruesve të rinj. Pavarësisht vendimit, Rama thotë se qeveria është në bisedime pozitive me përfaqësues të kompanisë kineze. Ne jemi në një dialog shumë pozitiv me kompaninë e cila së shpejti do të vinë në Shqipëri për të na paraqitur qoftë edhe një sër masash për rritjen e sigurisë për fëmijët, përfshirë edhe në gjuhën shqipe, qoftë disa risi në shërbim të mësimeve e studimeve. Vendimi për mbylljen e TikTokut u pasua me reagimin e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili e cilësoi këtë akt si një censur dhe një shkelje të lirisë dhe shprehjes, duke paralajmëruar një protestë për 15 mars. TikToku është një platformë që ka mbi 1 milion përdorues në Shqipëri dhe është përdorur edhe për aktivitete biznesi. Kjo masë vjen pas një ngjarje tragjike në të cilën një 14 vjeçar u vra nga një sherr i nisur në rrjetet sociale. Sali Berisha ka shpadur një protestë kombëtare me 15 mars duke cilësuar vendimin e qeverisë për mbylljen e TikTokut, një akt censure kundër lirisë së shprehjes dhe kërkoi anulimin e menjëhershëm të tij. Gjatë fjalës së tij u ndal dhe tek alatët politik dhe zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike. Sali Berisha ka shpadur një protestë kombëtare për të kundërshtuar mbylljen e TikTokut, duke e cilësuar këtë veprim të qeverisë një akt të pastër censure kundër lirisë së shprehjes. Ai e quajti këtë vendim një sulm ndaj së drejtës së qytetarëve për të komunikuar, duke i bërë thirrje të rinjve dhe qytetarëve të bashkohen në protestën që do të zhvillohet në 15 mars në sheshin Skënderbej në Tiranë përpara kryeministrisë. Të pretendosh se po ecën drejt Europës dhe të rrjeshtosh Shqipërinë me Iranin, Afganistanin, Somalin, bën një akt monstruoz kundër fjalës së lirë, një censur dhe dëshmon se udhëtimi europian i Shqipërisë është një hipokrizi për ty. Të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rit, të gjithë qytetarët, të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe për mbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbeg para kryeministrisë. Një protestë me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Në mes të këtij momenti tensioni politik, Berisha po përballet dhe me kalkulimet elektorale të Partisë Demokratike, pasi aleatët kërkojnë kandidime në zona të ndryshme, ndërkohë Ilir Meta, edhe pse është i burgosur, po merret me formimin e një lidhjeje të re, të mundshme për zgjedhjet e ardhshme, ku ai ka projektuar kandidatë si Edmond Haxhinaston dhe Tedi Blushin. Ai ka shprehur dëshirën për të qenë deputet i qarkut fier dhe sipas tij do të dalë si fitimtar në zgjedhje. Ilir Meta do të jetë sot ish presidenti dhe ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit i burgosur politik, do të jetë në listat sigurta të Partisë Demokratike.
Nga ana tjetër, Edi Rama për të ironizuar opozitën ka komentuar për bashkëpunimin e Berishës me aleatët duke përdorur fjalë të ashpra për ta, ndërsa komentet për ish kandidatin Kujtim Gjuzi janë bërë të njohura për ironinë e Ramës. A ja vlen t'i komentojmë ne ato pyetjet e tij? Nuk ja vlen fare t'i komentojmë. T'ja lam çdo ditë flas zhaba, hardhuca, zhapi, bretkoca e tjerë. Lërë botën e tij, mos ta nxjerrim nga bota e tij tani. Për shfaqjen e Ingjëll Agaçit, i cili është shfaqur pranë Edi Ramës, Rama ka thënë se është i gatshëm të komentojë veten, nëse Agaçi ka pasur probleme shëndetësore, duke theksuar se gjithçka për ta do të ishte shërim i plot nëse ka vuajtur nga një sëmundje. Në rast se ai për llogaritë të vetes dhe Edi Ramës ka bërë le malade imaginaire, atëherë ai është i pashpresë. Kryeministri i vendit Edi Rama vlerësoi pavarësinë e sistemit gjyqësor të vendit dhe theksoi rëndësinë e reformës duke krahasuar me një periudhë para reformimit. Ai shpjegoi se gjatë asaj kohe prokurorët nuk kishin fuqi të vepronin efektivisht për shkak të ndikimit të pushtetit për drejtësi. Në një deklaratë për sot, kryeministri Edi Rama ka komentuar mbi ndikimin e pushtetit të sistemit drejtësisë para reformës, duke theksuar për shumë vite se drejtësia ishte në kontroll të pushtetarëve. Rama theksoi se gjatë periudhës kur ai nuk ishte në pushtet, prokurorët dhe gjykatësit nuk kishin mundësi të vepronin me pavarësi dhe efikasitet. Sipas tij, kjo ishte për shkak të ndikimit të qeverisë e cila mbante shpatën e drejtësisë. Vendosëm t'i dorëzojmë drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Shpata e ndëshkimit ka qenë historikisht në duart e pushtetit politik, që e ka përdorur të bërë edhe në thonjza drejtësi, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Na ra nga qielli kjo? Na ra nga qielli apo e solli Amerika me aeroplan, ose Europa me vapor. Të e bëri ky që shef këtu. Ai bëri një krahasim të qartë me Altin Dumanin, aktualisht një nga emrat më të respektuar në drejtësinë shqiptare, duke theksuar se kjo transformim është mundsuar nga reforma në drejtësi, të cilën ai e mbështeti dhe e realizoi. Se Altin Dumani, për të cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, dhe cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qeverisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës Shqipërisë. Edhe ata të tjerë që janë sot spak, aty kanë qenë. Por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotëri. Kryeministri gjithashtu rikujtoi ngjarjen tragjike të 21 janarit kur 4 qytetarë u vranë gjatë një proteste, duke e përdorur këtë ngjarje si një shembull të asaj se si sistemi i drejtësisë nuk mund të funksiononte në ato kushte. Të proteste dhe unë të jepja urdhër drejtorit përgjithshëm të policisë që t'i thoshte spagut hec, nuk arrestohet askush. E imagjinon do ti këtë për shembull ndodhi sot. Rama mbylli komentin e tij me një përmbledhje të synimeve të qeverisë së tij për të avancuar Shqipërinë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian në mandatin e 4 të tij. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar në rrjetet sociale për të kundërshtuar akuzat e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme që akuzojnë për shantazh ndaj oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit, duke interpretuar mesazhet e tij si kanosje. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar në rrjetet sociale për të shpjeguar akuzat që janë ngritur nga prokuria dhe gjykata e posaçme lidhur me një mesazh që ai i kishte dërguar një oficeri të Byros Kombëtare të Hetimit, Samet Gurgurit, të cilët prokurori e ka interpretuar si një kanosje. Veliaj shpjegon se mesazhi i dërguar ishte një reagim ndaj shqetësimit që kishte krijuar një person me emrin Samet Gurguri, i cili kishte kontaktuar bashkëshorten e tij duke ftuar atë të kthehej në SPAK për një çështje të mëparshme.
Në datën 28 dhjetor më merr bashkëshortja e shqetësuar se një Fars Ahmet Gurguri, emër i panjohur me numër të panjohur, e kishte ftuar të kthehej edhe një herë në SPAK, ku kishte qenë më parë për 9:30 minuta. I rash telefonit të numrit anonim për të kuptuar se cili nënpunës i shtetit komunikon me WhatsApp të shtunën në sabah me një grua nënt në prag të vitit të ri, numri nuk u përgjigj. Duke qenë se u bë e përsëritur që sapo largohesha jashtë vendit, Olsi sulej familjes sime, i shkruaj me SMS këtij Sametit: "Është ditë e shtunë, shabat, edhe Perëndia pushoi të shtunën", dhe i kujtoi se është turp. Kjo përndjekje e përsëritur e si me shoqeje, sapo unë largohem nga vendi, e i them: "Thuaj Ols Dados, boll e molestove gruan time." Kryebashkiaku shtoi se Gurguri kishte reaguar si intimiduar dhe kishte kërkuar që të shtoheshin akuzat ndaj tij për të justifikuar një burgim të mundshëm. Ky reagim ka nxitur debate mbi interpretimin ligjor të mesazheve dhe mbi rolin e institucioneve të drejtësisë në trajtimin e këtyre çështjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shqyrton ende 6.000 kërkesa të tjera që mund të rrisin në numrin e emigrantëve shqiptar që do të votojnë në 11 maj. Tirana kryeson me numrin më të madh të kërkesave të miratuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se numri i emigrantëve shqiptar që kanë fituar të drejtën e votës ka arritur tashmë në 241.765, ndërkohë që ende janë të pashqyrtuar 6.000 kërkesa të tjera që mund të rrisin këtë shifër për zgjedhjet e 11 majit. Mbi 44.000 kërkesa janë refuzuar për shkak të mangësive në dokumentacion. Pra KQZ-ja ka siguruar se ata që kanë hasur probleme do të kenë mundësinë të riaplikojnë deri në 9 mars me asistencë nga ana e KQZ-s. Qarku i Tiranës është ai që ka regjistruar numrin më të madh të kërkesave të miratuara me rreth 75.000 zgjedhës. Tirana gjithashtu ka më shumë mandate, 37, dhe është qarku që përfaqëson pjesën më të madhe të votuesve nga jashtë. Pas Tiranës, Fierit është qarku i dytë me numrin më të madh të votuesve, duke ndjekur nga qarqet e Durrësit, Elbasanit, Korçës, Vlorës dhe Shkodrës. Regjistrimet më të ulta ka pasur në qarqet Dibër, Gjirokastër dhe Kukës. Italia dhe Greqia mbajnë pjesën më të madhe të regjistrimeve, pasuar nga Gjermania, SBA dhe Anglia. Në 9 mars pritet të publikohet një listë paraprake me emrat e votuesve, qarqet ku do të votojnë dhe shtetet që janë dërguar zarfet. Për zgjedhjet e 11 majit, emigrantët do të mund të votojnë edhe me dokumentet e skaduara, ndërsa qeveria do të mbulojë shpenzimet për marrjen dhe dërgimin me postë të fletëve të votimit. Votat do të numërohen në KQZ dhe rezultatet do të shpërndahen sipas qarqeve përkatëse. Prokuroria e posaçme ka vendosur sekuestro për 90 pasuri duke përfshirë hotele, vila, apartamente dhe llogari bankare që dyshohet se janë produkti i aktivitetit të një grupi kriminal të strukturuar. Hetimi përfshi një grup që operonte në jug të Shqipërisë në kultivimin dhe trafikimin e hashashit drejt Greqisë. Prokuroria e posaçme ka marrë një veprim të fuqishëm ndaj një grupi të strukturuar kriminal të përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e hashashit, duke sekuestruar 90 pasuri dhe llogari bankare, të cilat dyshohet se janë fituar nga aktivitetet palishme të këtij grupi. Hetimet të cilat kanë nisur që në vitin 2022 kanë zbuluar se ky grup operonte kryesisht në jug të Shqipërisë, veçanërisht në Sarandë, Palaz dhe Borsh, ku kontrolloni një rrjet të gjerë pasurish. Vlera totale e pasurive të sekuestruara arrin në 10 milion euro, duke përfshirë hotele, vila, apartamente dhe pasuri të tjera. Pasuritë e sekuestruara përfshin gjithashtu 39 llogari bankare të shpërndara në banka të nivelit të dytë në Shqipëri. SPA ka identifikuar Kristo Qiriçin si lider të këtij grupi, i cili ka operuar nga viti 2019 deri në vitin 2021. Në hetim janë përfshirë gjithashtu 2 ish policë dhe 4 ish drejtues të policisë, të cilët dyshohet se kanë favorizuar këtë grup kriminal ose kanë sabotuar operacionet anti-hashash. Grupi dyshohet se kishte kontroll të plotë mbi zinxhirin e trafikut të hashashit nga Shqipëria në Greqi, nga kultivimi dhe prodhimi deri te shpërndarja dhe shitja. Policia e Tiranës po heton ngjarjen e rëndë që ndodhi disa ditë më parë ku 24 vjeçarja Rajan Alan u vra nga babai i saj Fadi Alan. Hetimet po përqendrohen në konfliktet familjare pas divorcit dhe jetesës së saj që shkaktoi tensione me tatin.
Policia e Tiranës ka përparuar në hetimet e vrasjes së Raja Nala, 24 vjeçare, që u ekzekutua disa ditë më parë nga babai i saj, Fadia Aran. Hetuesit ndryshojnë se motivet e kësaj ngjarje tragjike lidhen me një sër konflikti që ka pasur viktima me familjen e saj, të krijuara pas divorcit dhe jetës së saj, që sipas familjarëve ishte larg parimeve të Islamit. Rajan kishte 3 fëmijë nga martesa e saj dhe sipas hetimeve kishte një marrëdhënie të tensionuar me të atin për mënyrën e jetesës. Familja e saj, që jetonte në Gjermani, kanë dhënë dëshmi në mënyrën e jetesës së saj, duke theksuar se ajo kishte jetuar jetën në mënyrë të lirë dhe ndryshe nga parimet tradicionale të familjes, veçanërisht ato fetare. Në hetime janë përfshirë edhe dokumente të gjetura që lidhen me identifikimin e viktimës dhe autorit të dyshuar, ku janë gjetur një numër identifikimi që ka lidhje me dokumentet kosovare. Kjo ka bërë që policia të kërkojë informacione nga autoritetet kosovare për të verifikuar identitetin dhe të dhënat e dyshuarve. Fadia Alan, i dyshuar për vrasjen, dyshohet të jetë larguar për në Liban dhe është hera e parë që ai dhe vajza e tij udhtonin në Shqipëri. Viktima kishte bërë një kallëzim në Gjermani për dhunë në familje nga ana e të atit, çka shton dyshimet për tensionet që çuan në këtë tragjedi. Do të ecim me informacionet nga rajoni. Mes diskutimeve për reduktimin e pranisë ushtarake amerikane në Europë, shqetësime janë ngritur edhe për qëndrimin e trupave amerikane në Kosovë. Zyrtarët e mbrojtjes në SBA theksojnë se për momentin nuk ka ndryshime, por ekspertët paralajmërojnë për mundësinë e kërkesave të reja ndaj Kosovës. Në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë ndryshimet në praninë e tyre ushtarake në Europë, Kosova ndodhet përballë pikpyetjeve mbi të ardhmen e trupave amerikane të dislokuara në kuadër të KFOR-it. Për më shumë se 25 vjet, ky mision i udhëhequr nga NATO ka garantuar stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka konfirmuar për Radion Europa e Lirë se aktualisht nuk ka ndonjë ndryshim në pozicionimin e forcave të tyre në Kosovë. Megjithatë, ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë se me ndryshimet në prioritetet globale, tensionet e vazhdueshme në Ballkan, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar. Jamie Shea, ish zyrtar i lartë i NATO-s, ka deklaruar se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është një lider me qasje transnacionale dhe mund të kërkojë koncesione nga Kosova në këmbim të mbajtjes së trupave amerikane në vend. Jeni të përgatitur, thekson ai. Ndërkohë, ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, ka vlerësuar se aktualisht vendi nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të siguruar mbrojtjen e tij pa ndihmën e partnerëve ndërkombëtar. Misioni i KFOR-it nisi në qershor të vitit 1999 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës, e cila çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga 50.000 trupa, ndërsa sot numri i tyre është zvogëluar në rreth 4.600. Në lidhje me këtë çështje, NATO ka deklaruar se SBA-ja mbetet e angazhuar ndaj aleancës dhe pranisë së saj në Europë, por ende mbetet e paqartë se si mund të ndikojnë zhvillimet e ardhshme në misionin e KFOR-it në Kosovë. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Rusia përbën një kërcënim të drejtë për Europën dhe se do të ishte çmenduri të shpërfillej ky rrezik. Ai shprehu gatishmërinë për të diskutuar zgjerimin e mbledhjes bërthamore të Francës për të mbrojtur aleatët europian, për një kohë kur BE-ja përgatitet për të rritur buxhetin ushtarak. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë një paralajmërim të fortë për rrezikun në rritje që paraqet Rusia për sigurinë e Europës, duke theksuar se shpërfillja e këtij kërcënimi do të ishte një gabim i rëndë. Në një fjalim televiziv ai konfirmoi se Franca është e gatshme të hapë një debat strategjik mbi mundësinë e zgjerimit të ombrellës së saj bërthamore për të mbrojtur aleatët europian. Deklarata e Macron vjen në prag të një samiti urgjent të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku liderit e Bashkimit Evropian do të diskutojnë për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe fuqizimin e mbrojtjes europiane. Kjo është një kërkesë gjithnjë e më e fortë edhe nga administrata amerikane për shkak të shqetësimeve mbi angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s dhe sigurisë europiane. Duke u referuar thirrjes së kancelarit të ardhshëm gjerman, Friedrich Merz, Macron u shpreh hapur për një diskutim mbi mbrojtjen e vendeve europiane përmes kapaciteteve bërthamore franceze. Ombrella jon bërthamore është e plotë, sovrane dhe franceze, por ne duhet të shqyrtojmë mënyra për të mbrojtur më mirë Europën përballë kërcënimeve në rritje, deklaroi ai. Ombrella bërthamore franceze e krijuar në vitin 1960 nga Charles de Gaulle është ndërtuar për të qenë plotësisht e pavarur nga SBA-ja, të cilat së bashku me Rusinë zotërojnë pjesën ndërmuese të arsenalit bërthamor global. Aktualisht Franca ka rreth 290 koka bërthamore, ndërsa debati mbi shtrirjen e mbrojtjes së saj ndaj aleatëve europian pritet të jetë një çështje kyçe në diskursin politik dhe strategjik të kontinentit në muajin e ardhshëm.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mori pjesë në samitin e jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku liderët e bllokut po diskutonin strategjinë për mbështetjen e Ukrainës dhe forcimet të mbrojtjes europiane. Samiti vjen në një kohë kur mbështetja nga SBA-ja është e pasigurt dhe kërcënimi nga Rusia po rritet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dhënë një ultimatum të ashpër ndaj Hamasit, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve të mbetura në Gazë. Përmes një postimi në platformën e tij Truth, Trump paralajmëroi grupin militant se përballen me paralajmërimin e fundit dhe se Izraeli ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për të përfunduar detyrën. Shalom Hamas do të thotë dhe përshëndetje dhe lam të mirë. Ju mund të zgjidhni vetëm mes këtyre dy alternativave. Lironi të gjithë pengjet tani dhe ktheni menjëherë trupat e pajet, ose ky do të jetë fundi për ju, deklaroi ai. Trump priti 8 ish pengje në shtëpinë e bardhë, ndërsa këshilltarët e tij konfirmuan për herë të parë zhvillimin e bisedimeve të drejtpërdrejta me Hamasin, të mbajtura në Doha të Katarit. Kjo shënon një ndryshim të rëndësishëm në politikën e Washingtonit, i cili tradicionalisht ka shmangur kontaktet me organizata të cilësuara si terroriste, përfshirë Hamasin, që Departamenti i Shtetit e ka listuar si të tillë që nga viti 1997. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Caroline Leavitt, konfirmoi se presidenti ka autorizuar të dërguarin e tij të bisedojnë me KDO për të siguruar lirimin e pengjeve. Ndërmjetësimi në bisedime është bërë përmes Egjiptit dhe Katarit, të cilët që nga fillimi i luftës mes Izraelit dhe Hamasit më 7 tetor 2023 kanë luajtur një rol kyç në negociatat për armëpushim dhe lirimin e pengjeve. Sipas autoriteteve izraelite, Hamasi mban aktualisht në Gazë rreth 24 pengje të gjalla, mes tyre dhe shtetasi amerikan Edan Alexander, si dhe trupat e pajetë të paktën 35 personave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i bëri një premtim të fundit Hamasit, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve dhe kthimin e trupave të pajet. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështet Izraelin për të përfunduar misionin e tij në Gaza. Ndërkohë, Washingtoni ka nisur bisedime të drejtpërdrejta me Hamasin në Doha përmes ndërmjetësimit të Egjiptit dhe Katarit. Liderët e Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel në një samit të jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të diskutuar strategjinë e re të mbështetjes për Ukrainën dhe rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes në Europë. Ky takim vjen në një moment vendimtar, teksa Rusia vazhdon të agresionin në Ukrainë dhe mbështetja nga Shtetet e Bashkuara është bërë më e pasigurt për shkak të dinamikave të reja politike në Washington. Një nga çështjet kryesore në tryezë është një plan investimi prej 800 miliardë eurosh, i cili synon të fuqizojë industrinë e mbrojtjes europiane dhe të rrisë kapacitetet ushtarake të vendeve anëtare. Diskutimet fokusohen gjithashtu në mënyrën se si bloku mund të ruajë një front të bashkuar në mbështetje të Ukrainës dhe të përmirësojë mekanizmat e tij të mbrojtjes kolektive. Presidenti francez Emmanuel Macron ka dhënë një mesazh të qartë mbi rrezikun që paraqet Rusia për Europën, duke theksuar se kontinenti duhet të jetë i përgatitur për të vepruar edhe në rast se SBA-ja zvogëlon angazhimin e saj në rajon. Nga ana tjetër, Friedrich Merz, lideri i opozitës gjermane dhe fituesi i fundit i zgjedhjeve në Gjermani, ka propozuar krijimin e një sistemi europian të parandalimit bërthamor, duke sugjeruar një bashkëpunim më të ngushtë mes Francës, Britanisë dhe aleatëve të tjerë. Samiti pritet të jetë një pikë kyçe në përcaktimin e strategjive të ardhshme të Bashkimit Evropian për të përballuar sfidat e sigurisë dhe për të garantuar një mbështetje afatgjatë për Ukrainën në luftën e saj për sovranitet dhe stabilitet. Hamasi nga ana tjetër i ka kthyer një përgjigje Donald Trumpit për nxitjen e Izraelit që të tërhiqet nga arpushimi në Gaza dhe të forcojë rrethimin ndaj palestinezëve. Këto deklarata vijnë kur Trump kërkoi lirimin e menjëhershëm të pengjeve, duke paralajmëruar Hamasin me pasoja të rënda nëse nuk i përmbushin të gjitha kërkesat. Hamasi ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump, duke i cilësuar si një mbështetje të drejtpërdrejtë për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, që të braktisë armëpushimin dhe të intensifikojë rrethimin e Gazës. Një mesazh për Reuters, zëdhënësi i Hamasit, Abdel Latif Al-Kana, theksoi se mënyra e vetme për lirimin e pengjeve të mbetura është respektimi i marrëveshjes së armëpushimit dhe kalimi në fazën e dytë të saj. Ai akuzoi Izraelin për shkeljen e marrëveshjes, duke vendosur një bllokadë totale në Gazë pas përfundimit të fazës së parë të pushimit të shtunën e kaluar. Marrëveshja e negociuar me ndërmjetësimin e dërguarve amerikan parashikonte një lirim të pengjeve në faza të ndryshme, ndërkohë që bllokada e re ka shkaktuar alarm për krizën humanitare në enklavën palestineze. Me 2.3 milion banor të izoluar dhe furnizimet e ndërprera, ekziston frika për një përkeqësim të gjendjes me pasojat e mundshme të një urie masive. Hamasi dhe ndërmjetësit ndërkombëtar kërkojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes, por Izraeli insiston që pengjet të lirohen pa kushte përpara çdo diskutimi mbi përfundimin e luftës. Në këtë klim të tensionuar, ndërhyrja e SBA-s dhe qasja e administratës Trump mbeten
Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 7 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale 1 deri në 7 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 7 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 18 gradë, Peshkopi 4 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 19 gradë, Durrës 7 deri në 16 gradë Celsius, Kavaj 7 deri në 17 gradë, Elbasan 6 deri në 21 gradë Celsius, Berat 10 deri në 19 gradë, Korç 1 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 7 deri në 17 gradë, Gjirokastër 3 deri në 15 gradë, Sarandë 6 deri në 16 gradë Celsius. Drejtori i Kosovës për datën 7 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. E gjithë dita do të jetë mbushur me kthjellime dhe orë me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglinja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 3 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 17 gradë, Skënderaj -1 deri në 15 gradë Celsius, Pej 8 deri në 15 gradë, Prishtinë 3 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 18 gradë, Malishev 5 deri në 17 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 18 gradë, Ferizaj 4 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 17 gradë, Suharek 5 deri në 16 gradë, Prizren 4 deri në 15 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Faleminderit për mundjen tuaj. Bashkë me ju takofshim në edicione të tjera.